E prisin këtë zbulim, po themi dhe publikim të bujshëm tashmë, të prokurisë, të strukturës posaçme antikorrupsion dhe krimit të organizuar, por edhe në bashkëpunim me antimafia italiane? Po. E prisin? Po. Dhe ndoshta duhet presim edhe më shumë. Arsyeja pse unë po e prisja, ndoshta jo me emrat konkrete dhe flasim gjatë bisedës sonë. Po? Mos harrojmë, puna e mirë e organeve ligjzbatuse, të themi ka filluar të rikthehemi pak që pas 2021-shit. Dhe e gjitha kjo vjen fal dekodimit ose shkodimit të komunikimeve Sky. Dhe që është, të themi, një platformë e çbërthyer nga organet ligjzbatuse në Paris dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe aty është parë e gjithë bota kriminale të jetë e ditur dhe mbi të gjitha e vërtetuar për prokurorët, për gjykatësit dhe të gjithë zinxhirin e sistemeve të drejtësisë. Sigurisht që këto komunikime këtu do të preknin edhe Shqipërinë. Kjo dhe për faktin e vetëm sepse grupet shqiptare në vendet të caktuara në Europë apo dhe ku është burimi i lëndës narkotike në Amerikën Latine, tashmë janë bërë prezent, tashmë kanë rolin e tyre dhe janë ndikues. Por ajo që unë doja të thoja, që ne paktën në këtë bisedë bashkarisht ta marrim me rezerva, sepse unë shoh që shqiptarët kanë një kompleks të fortë inferioriteti. Ne përpiqemi të themi të parët, ne përpiqemi të themi që jemi vetëm ne. Kjo ndodh edhe me krimin e organizuar. Në qoftë se ne do ta shohim vetëm në aspektin shqiptar, sigurisht që bën habi, bën çudi, sepse është një vend i vogël i cili ka prodhuar në raport me popullsinë e vet një numër të lartë të kriminalitetit. Po ashtu është një popull që për fat të keq në gjithë historinë time apo në të çdo histori që merrem duke punuar, për fat të keq më rezulton që ka një inkriminim të shoqërisë gati deri në qelizë. Por pritu se nuk mund të kalojë thjesht kjo. Një inkriminim të shoqërisë deri në qelizë. Po. Ne jemi shoqëri inkriminuar? Për fat të keq po. Kjo është deklaratë shumë e rëndë. Ti e the edhe në fillim se the ende nga fundi, na trondite. Por më lejo të them fakte dhe prova ose historime të cilat janë përballur, ku nuk e gjen asnjë vend tjetër, qoftë edhe të Ballkanit. Në këtë vendin ton këtu ka nëna, ka dhe gra, të cilët çojnë burrat e tyre, çojnë fëmijët e tyre në emër të paras, për të punuar, apo në emër të një luksi, për të punuar në të ashtu quajtura shtëpi bari. Nënat. Dal, se do thënë kjo po më trondit. Kjo është e vërteta. Që çojnë fëmijët dhe burrat e tyre, sidomos fëmijët. Kjo është më e rëndë. Edhe burrat i çojnë të punojnë në një shtet të huaj për shtëpi bari. Do të thonë nuk i thon puno në Shqipëri, puno, mund të punoj edhe në emigracion, një punë të ndeshur. Po më thua Jolandi, kush është morali që kemi ne? Cilat janë vlerat e shoqërisë tonë? Kush vlen sot aktualisht? Çfarë çuam ne në parlament? Kush është personi apo qoftë vajza apo djali që është i vlerësuar në shoqërinë tonë? Kjo është shumë drejtë. Kush është i respektuar sot? Ai që punon? Ai që jeton me integritet? Apo persona të cilat kanë një biznes, quhen të suksesshëm dhe ajo që e shoqëron zhargonin e komunikimit është i Zotit dhe ja ka dalë. Po si funksionon kjo nëna pasaj kur i arrestohet djali dhe burri? Knaqen me jetën e luksit dhe më pas vuajnë dhimbjen e humbjes së fëmijës së tyre. Për fat të keq, askush nuk diskuton se çfarë ndodh me ata djemë të rinj që përfundojnë në duart e krimit. Askush nuk flet për ato vajza që bëhen pjesë e krimit. Ajo që komunikohet dhe ajo që flet është jeta e luksit që këta jeton. Shohin me makina të bukura, shohin me të veshur me marka shumë të kushtueshme dhe kjo është ajo që bën cili. Sepse ajo që bërtet të ky vendi jon, Landi, nuk është më e mira, por është e keqja. E keqja në kuptimin e luksit dhe ne i quajmë sa të zot janë këta.
Pra, kjo është arsyeja pse unë po them që për fat të keq shoqëria shqiptare ka shkuar pak nga pak drejt kriminalizimit dhe janë të pak njerëzit që bërtasin. Më lejo të them edhe një shembull, më ka rastisur të shkoj në Riga, që është kryeqyteti i Lituanisë. Lituanisë. Po. Diku nga vitet, të themi pas viteve 2000, edhe aty nisi, si të thuash, kontrolli i qytetit, qoftë sepse është dhe përplasje që kanë edhe me ish Bashkimin Sovjetik apo dhe me Rusin, për injektimin apo infiltrimin apo ardhin qoftë të grupeve kriminale, po të ashtu quajturve oligark. Dhe qyteti u ngrit në protesta masive. Sot Riga ka shpëtuar dhe është kthyer në një nga qendrat më të themi paktën në dijenin time, në një nga kryeqytetet ku gëlon teknologjia, gëlon zhvillimi ekonomik. Por ajo shoqëri, ata banorë aty i than stop krimit, i than stop korrupsionit. Tu kush i thotë lindit? Ky është problemi me Shqipërinë. Do të thonë me këtë që thua ti, janë më pak ata që e përjashtojnë këtë lloj mënyrë jetese. Ndërsa këta janë më shumë. Nëse qoftë do ta thoshim përqindje, në shoqëria jonë sa përqindje është e inkriminuar lindita? Këtu nuk, këtu studime të thelluara. Këtu duhet studime të thelluara dhe për fat të keq, nëse do ta vazhdojmë analizën tonë të diskutimit, ne kemi për shembull, kemi institucionin e studimeve të statistikave. Po të hapim se neve si gazetar na lind puna të shohim. Çfarë statistika gjejm aty? Janë statistika thuajse të palexueshme, në kuptimin o do shohim arritjet e qeverisë, kushdo qeveria në pushtet, por jo të dhënat të cilat janë të përpunueshme. Nga krahu tjetër, ne kemi qytet, ky vend jon ka dhe universitete, ku ka universitete të psikologjisë, të studimeve sociale. Ke parë ndonjë raporti? Kemi e fakultet ekonomia. Ke parë nga këto universitetet të vijë një raport mbi të cilën të paktën të hidhet diskutimi mbi paranë e kriminuar që injektohet në ekonominë shqiptare. Të vetme studimet të cilat ne si gazetari jemi të detyruar të shohim janë ato internacionale. Kur thotë e vendosin Shqipërinë në vendin kryesor të Ballkanit të injektimit të parave të pista. Vim te operacioni Ura. Në një intervistë që unë i kam marrë Pierluigi Vinjës shumë vite më parë, kryeprokurorit antimafjes italiane pasuesit të Giovanni Falcones, më tha një shprehje që nuk e kam harruar dhe më ndjek gjithmonë në analizat që bëj her pas here rreth anave të ndryshme të krimit të organizuar. Nëse kapen 1 kilogram drogë, mendoj që kanë kaluar 5. Pyetja ime, Linda, kemi 52 urdhra arreste, me tyre 40 shqiptarë dhe 12 italianë. Dhe kjo quajt organizata më e madhe që është zbuluar ndonjëherë. Kaq ky është sa organizata të tjera kemi pa u zbuluar? Kjo është pyetja. Unë prapë do të thoja, kjo është një operacion që duhet mbështetur edhe duhet të thënë gjithë fjalët e mira. Sepse në fundit aktualisht kemi një të themi institucionet ligjzbatuese po kryen detyrën e tyre. Domethënë ju e vlerësoni këtë bërim. Çdo veprim, SPAK, antimafia italiane dhe policia, sigurisht. Çdo veprim që bëjnë organet ligjzbatuese duhen respektuar, duhet lënë kohën e tyre dhe se kohë për të gjykuar ka më pas. Çështja është aktualisht të themi fjalët e mira. Çështja që në gjykimin tim duhet vlerësuar është se si do procedohet. Se si do vijoj? Sigurisht, se ky është problemi. Sepse të lëshosh urdhër arrestet është diçka tjetër, është një gjë. Të provosh elementet e tyre penal, të provosh aktivitetin kriminal të grupeve. Do të thotë gjykata. Sigurisht, por para se të shkojmë te gjykata, duhet të sërish ta ngrim pikpyetjen tek prokuroria. Prokuroria sa do jetë në gjendje për të provuar aktivitetin e tyre kriminal. Sepse në zhargonin ton, Landi kam përshtypjen bëhet sërish ne bëjmë gabime. Kur del një vendim gjykate, ne ose media apo dhe publiku merr dhe gjykon dhe vlerëson gjykatën. Ndoshta edhe me faktin sepse është ai gjyqtari aty që lëshon firmën fund fare për të thënë për të lëruar apo për të rrëzuar një kërkesë të prokurisë. Rrallëherë hidhet diskutimi për të thënë sa prokurori ka bërë punën e tyre. Mua më rezulton me 10 raste, me operacione po kaq të suksesshme që ne i deklarojmë sot, kur shkojnë në gjykat, kam firuar çështjet,
kanë përfunduar njerëzit të cilët Lirohen. Jo vetëm lirohen, por para drejtësisë provat sigurohen vetëm për zinxhirin e ulët të sistemit të korruptimit apo të grupit kriminal. Jo kokat. Jo kokat. Dhe unë këtu, nëse do ta vazhdojmë historinë, jam me 10 raste me të cilën ne mund t'i përmendim. Mund të përmendesh disa? Okej, mban mend historinë e operacioneve të suksesshme të call centrat.